Me qenë se jeni këtu, sa po kemi përfundu numërimin e raportimet nga terreni dhe nga qendrat tona të votimit, lëvizjave vendosje këtu në Mitrovic, pas numërimit të vota brenda vendit, i ka fitu 60% të votave dhe po presim numërimin e votave nga diaspora për të arritur një rezultat që ne e presim pikur atë 62-63% në Mitrovic. Është një rezultat bukur pens, vazhdon tradita që Mitrovica e shpërblen edhe një njoh punën e kryeministrit të tashëm dhe të ardhshëm Albin Kurti. A e konsideroni këtë rezultat si debakël për Bedri Hamzën dhe Vjosa Osmanin me që të dy vinë nga Mitrovica? Po shikoj, unë besoj që në politik nuk isha klasifikuar ashtu, po e vërtet është që janë sfida kryesore që ka qenë që barci i listës si nga PTK-ja ashtu dhe nga LDK-ja kanë qenë nga ky qytet, por ja që Mitrovica nuk ka dashur u kthy mbrapa, sepse ka ekzistuar një rrezik real që të kthehemi mbrapa dhe për ne opsioni i kthimit mbrapa ka qenë i frikshëm. Edhe si duket Mitrovica ka vendosur që të jetë tutje, edhe është mirë për Kosovën që lëvizja vetëvendosje e vetëm ka fituar një rezultat, unë do të konsideroj pinc dhe mundësia për ta shantazhuar lëvizjen vetëvendosje është bukur e kufizuar tash. Unë besoj që ne duhet jemi të hapur të diskutojmë me gjitha palët, sidomos tek partitë nga komunitetet, por e rëndësishme është që për Mitrovicën është i lajmi i mirë. E çka po kuptoni me këtë kthimin mbrapa? Kthimi mbrapa është Mitrovica e ka pa kthimin mbrapa me subjektet politike të cilat kanë qenë opozit, ky ka qenë kthimi mbrapa. Rreziku i kthimit mbrapa ka qenë me partitë opozitare që kanë qeverisur gjatë Kosovën dhe e di mirë në Mitrovicë si kanë qeverisur dhe pasojat që i ka sjellë kjo për Mitrovicën. Ne na është ofruar një perspektivë tjetër me kryeministrin Kurti, kanë qenë bukur vendime të kurzemshme. Zoti Kurti e ka udhëhequr një transformim të madh në Mitrovicë, i cili ka parë rikthimin e lirisë, rikthimin e sovranitetit në veri dhe si duket Mitrovica edhe këtë herë e ka dhënë një mesazh të qartë që nuk dëshiron më kthim mbrapa dhe dëshiron të jetë tutje, sovranitet, liri dhe mbi të gjitha ta shetutje për qëndrim tek zhvillimi ekonomik dhe rritja standardit të jetesës, integrimi evropian. Unë besoj që këto janë perspektivat që ne detyrohemi edhe gjeneratave të reja, dëshirojmë pra integrim evropian, zhvillim ekonomik, edhe shërbime më të mira shoqërore, sociale, sidomos tek arsimit dhe shëndetësia. Unë kështu e lexoj verdiktin e popullit të Kosovës. Ishte knasi, faleminderit për vëmendjen që i keni përkushtuar gjithë fushatës, po edhe përdorimit që patët derisa na ishim duke majtë lede brenda shtapit. Ju faleminderit në natën e mirë. Urime Kosovë.